programin psikosocial me fëmijët që kanë ngjitje të lehta në zhvillim, cilët e vijojnë shkollimin e rregullt, po tek ne e kanë si mësim shtesë, ku për moment janë 45 fëmijë, cilët e kanë këtë mbështetje të mësimit këtu tek ne. Ndahen në të dy grupe, grupin e paradites dhe grupin e pasdites, vetëm ndarja e grupit vjen për shkak të mësimit të rregullt që e kanë nëpër shkolla. Do të thonë këta fëmijë e grupit paradites shkojmë edhe i marrim nëpër shtëpia, si të vinë e kanë lojën në bashkësi, ka shumë rëndësi socializimi në shoqëri. Kjo neve na ka shtyr që ta kemi një lojë në bashkësi, vetëm e vetëm për socializim këtyne fëmijëve, që e ka disa herë se vinë prej familjeve të kriteri social, e 70% fëmijë cilët i takojnë këtij programi jonë të komunitetit Roma Shkalive Egjiptian. Mandej e kanë mësimin, edhe në fund e kanë shujtën e plot të ushqimit. Sikur në programin medicinal, si në këta psikosocial, po dhe humanitar, gjitha sigurohen prej organizatës falë donatorëve ndërkombëtar, kryetarit komunës Pezë. Po ndërkohës mësimit e kemi edhe një bibliotekë, ku duke i falenderuar donatorët që nga dishmëri dhe na japin mundësi t'i blejmë, i kemi për moment 1100 diçka libra. Për qendrës duar pyet më shirë fëmijët cilët janë pjesë e kësaj qendre, ju afrohen çantat shkollore edhe materiali shpenzues. Plotësimi i dokumentave secilit fëmijë bëhet në momentin që pranohet në këtë qendër, po mandej edhe bëhet çdo 3 muaj, domethënë arritja e fëmijës deri ku ka shkuar me çfarë me vjenin që i ka arritur dhe mësimdhënësve.